Çdo njeri e ka dikon në jetë që e ngon, dikon që e merr seriozisht kur fol. Nashta mund të më konë ai shok i joti ose ai familjar i joti që të merr shembull. Një fjalë e jotja mund të më ndru kohën ose rrugën. Mundesh me ndiku për mirë te ai edhe me largu për errësirës e me kthy ka Zoti. Pejgamberi alayhis salam thot: kush i tregon ose udhëzon dikon në të mirë, ka me pas shpërblimin aq sa ai që e kryen atë. Para menu me dal para Allahut, me plot libra, me shpërblime që çato vepra nuk i ke kryti, po e ka frymëzues për tjerë. Me a thon dikujt një fjalë të mirë që e afron ka Zoti, e largon prej mëkatit edhe e mbush me mirësi, kjo nuk është veç këshill. Po kjo është investim i përhershëm në shpirtin e tij. Në momentin që çaj person e bën çat vepër të mirë, shpërblimi nuk është veç i tij, po ajo shkruhet edhe për ty, njëjtë si me e pas zboti vet. Nashta ti kur nuk e me ditë sa jetë i ke prek. Sa njerëz janë ndiku edhe janë qetësu zemrat e tyne prej fjalës tane, edhe sa mirësi janë bo pa qenë ti prezant. Por Allahu i din krejt. E ka marrë dita kur krejt që ato vepra kanë me u shfaq para teje. Përhape të mirën se ajo është gjurma jote e përhershme.